Mendon ti këtë zgjidhje? Si është zgjidhje? Si e paramendon këtë zgjidhje? Unë i kom Ti dje tha, nuk po do të shkojmë zgjedhje, po në zgjedhje do të shkojmë. Kështu tha? Gjasat janë të mëdhaja, nashta që ashtu kom thonë, se do të shkojmë. Gjasat janë të mëdhaja, po, njëjtë, prapë thëm njëjtë. Me LDK-n kom fillu mi hub shpresa që do të ketë një bashkëpunim, për shkak se i kemi përmend këtu disa divergjencat që brenda partive, nuk ekziston një kohezion i brendshëm normal, i domosdoshëm për ta arritur një marrëveshje partneriteti. Po le të shpresojmë që ndoshta do të bëjnë me PDK-n bre. Le të shpresojmë, se nuk e di a do të ketë me PDK, po le të shpresojmë. Për qeveri apo për president? Koalicion? Qëre, këta tash nëse e marrin për bazë. Ma thuaj edhe një herë këtë se këtë duhet ta dëgjoj shikuesi, a më tha edhe një herë që le të shpresojmë se do ta bëjmë një koalicion me PDK-n, e tha Krenar Shala. 6 herë kom thonë. Edhe një herë thuaj se duhet bëhet lajm te gazeta Blitz. Unë mendoj që do zgjidhja më e mirë është mos me shku në zgjedhje. Çdo tjetër zgjidhje është më e mirë se me shku në zgjedhje. Tash ti zoti Hamza mu me la përshtypje pozitive se tha le të dakordohemi për programin. Për herë të parë në pini partitë opozitare të fol kështu. Se partitë opozitare kështu s'kan fol më herët. Me deklarim për programet, që shpidojnë abordet, që shpidojnë abordet, kush po shkon ambasador, kush po bëhet ministër, tash kjo është një progres shumë i mirë që po jam i lumtur që po dëgjoj. Do më thonë, zoti Hamza u fokusu, tha hajde të merrem vesh për programin që shka me ecë Kosova, e për poste nuk është ndonjë farë problem.